Fal punimeve restauruese dhe infrastrukturore të Turqisë, xhamia e Plumbit në Shkodër nuk është ndikuar nga prembytjet e fundit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit i Shqipërisë, Blendi Gonxha, ka deklaruar se xhamia e Plumbit i ka çndruar rreshjeve intensive të orëve të fundit në qarkun e Shkodrës pa pësuar asnjë dëmtim. Në rrjetet sociale, ministri Gonxha ka publikuar fotografi të gjendjes së mëparshme të xhamisë, e cila përmbytej pas rreshjeve dhe gjendjes aktuale, e cila nuk është prekur nga përmbytjet pas restaurimit nga Turqia. Pas vitesh të njëpasnjëshme përmbytjeje, fal punimeve të restaurimit dhe konservimit, si edhe ndërtimit të mbrojtjes me rrethimin dig, xhamia e Plumbit i ka çndruar rreshjeve intensive të 24 orëve të fundit në qarkun e Shkodrës, pa pësuar asnjë dëmtim. Pompat vijojnë të funksionojnë në kapacitet të plot, duke garantuar mbrojtjen e këtij monumenti të çmuar, ka shkruar Gonxha. Ai ka theksuar se ky projekt i realizuar me mbështetjen e qeverisë turke ka rikthyer plotësisht vlerat historike dhe arkitekturore të objektit, sipas tij, duke e kthyer atë sërish në shërbim të besimtarëve, vizitorëve vendas dhe të huaj. Xhamia e Plumbit është xhamia më e madhe e stilit osman që ruhet në Shqipëri, me ndërthurjen edhe të arkitekturave të tjera. Xhamia është ndërtuar nga Mehmet Pash Boshati në vitin 1773-74, duke shërbyer për një kohë të gjatë si xhamia më e madhe e vendit.